Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri britanik Starmer vizitoi për herë të parë Tiranën, takon Edi Ramën dhe rikonfirmon bashkëpunimin strategjik mes dy vendeve. Kancelari Gjerman Merz uroi Edi Ramën për fitoren e zgjedhjeve të 11 majit. Pres me padurim për të vjuar bashkëpunimin ton të vazhdueshëm. Spaki sekuestron celularin kryebashkiaku të VAU të Dejes, Kristian Shkreli dyshohet të jetë përfshirë në blerjen e votave për llogaritë të Tomdoshit. Dosja plumbiar dërgohet në gjyqje emrat më të njohur të krimit nga Suel Çela tek Talo Çela dhe Ervis Martinajt nën akuzë për krime të rënda. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Kryeministri i Britanisë së Madhe, Keir Starmer, vizitoi këtë të njëjtë Tiranën në të parën vizitë zyrtare në vendin ton. Pas takimit me Edi Ramën, të dy kryeministrat dolën në konferencë për shtyp ku e vendosën theksin tek rritja e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Shefi i qeverisë shqiptare hodhi poshtë mundësinë e një marrëveshje me Britaninë për emigrantët si ajo me Italinë. Nga marrëveshja e përbashkët për prodhimin e mjeteve ushtarake tek frenimi i emigracionit ilegal, kryeministri britanik Starmer zhvilloi sot për herë të parë vizitë zyrtare në Shqipëri, ku mbajtën edhe një konferencë të përbashkët për shtyp. Keir Starmer e nisi fjalën duke e përgëzuar kryeministrin Edi Rama për fitoren e mandatit të katërt, e teksa vlerësoi marrëveshjet mes dy vendeve, duke u ndalur tek ajo e sigurisë. Ecuria jonë përbashkët dhe progresi në uljen e numrit të gomonave ka qenë konsiderueshme. Dhe ky është një mesazh i qartë i asaj që arrihet kur dy vende punojnë ngushësisht me njëra tjetrën. Kemi edhe marrëveshjen tonë të përbashkët për transferimin e personave të dënuar. Mund të shprehem edhe për deklaratën tonë të përbashkët për bashkëpunim në sektorin e mbrojtjes. Do të punojmë së bashku për prodhimin dhe shitjen e automjeteve ushtarake. Dëshirojmë të fuqizojmë sigurinë kombëtare, inovacionin dhe rritjen e ekonomike të vendeve. Ky është moment që shtetet europiane duhet të rrinë së bashku, të bëjmë qëndres ndaj agresionit rus. Do të vizitoj trupat shqiptare dhe të Mbretërisë së Bashkuar, ata që punojnë së bashku për mbrojtur lirinë tonë. Dhe ajo që po bëjmë për Ukrainën është dëshmi e qartë e asaj që ne po punojmë në formë kaq efikase. Rama sqaroi zërat për marrëveshjen me kryeministren italiane Giorgia Meloni. Por a do të dakurcoj Shqipëria një marrëveshje për kamp emigrantësh me Britaninë? Kam qenë shumë i qartë kur nisëm këtë proces me Italinë. Kjo ishte një marrëveshje vetme me Italinë për shkak të marrëdhënies sonë të veçantë, por edhe e fal situatës gjeografike që është mjaft kuptimplot. Dhe për të qenë shumë i sinqert me ju, na kanë kërkuar një sër vendesh dhe u kemi thënë jo, sepse jemi besnik martesës me Italinë dhe pjesa tjetër është thjesht dashuri. Kryeministri britanik u tregua optimist për krijimin e një marrëdhënie më të ngushtë me shqiptarët, ndryshe nga paraardhësit e tij. Fakti që unë jam kryeministri i parë britanik që vjen në Tiranë në këtë takim dypalësh, duhet të shihet edhe si një deklaratë qëllimi për mënyrën se si ka krijuar një lloj force marrëdhënia jonë. Nuk dua të bëj komente për kryeministrat të mëparshëm të qeverive britanike, por qasja jonë nuk është ajo, pra diplomacia me megafon. Unë nuk dua të përtas për problemet, por thjesht dua të përvesh mëngat, edhe të jem shumë pragmatist që t'i zgjidh këtë çështje. Dhe këtë e kemi treguar dhe dëshmuar tashmë. Ndërsa kreu i qeverisë shqiptare kishte një tjetër qasje. Mallkimi shqiptarëve nuk ishte shumë i mirë për ta, se tani janë jashtë parlamentit. Kjo mjafton, nuk ka nevojë për më shumë se kaq. Delegacionet e dy qeverive firmosën dy marrëveshje. Njëra u firmos nga ministri i mbrojtjes Piro Vëngu për eksportet dhe bashkëpunimin industrial, dhe tjetra u nënshkrua nga ministri i punëve të jashtme Igli Hasani, e cila ka të bëjë me çështjet me interes të përbashkët. Një prej tyre është edhe emigracioni. Ndërkohë më herët kryeministri britanik u prit me ceremoni shtetërore nga presidenti i vendit Bajram Begaj. Të premten Tirana do të jetë kryeqendra e Europës me të gjithë vëmendjen e përqendruar te samiti i Komunitetit Politik Evropian. 47 lider do të bashkohen në sheshin Skënderbej, ku do të zhvillohet samiti, ndërsa punimet do të nisin në orën 11 dhe do të mbyllen në orën 18:30 me një konferencë përmbyllëse. Drejtuesit më të lartë do të diskutojnë fillimisht për sigurinë dhe vizionin e përbashkët për të ardhmen e Europës. Diskutime në nivele të larta do të ketë edhe përqendrueshmërinë demokratike, konkurrueshmërinë, sigurinë ekonomike dhe fuqizimin e të rinjve.
Kancelari gjerman Friedrich Merz ka uruar Edi Ramën për fitore në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kancelari përgëzon Ramën për zgjedhjen e tij si kryeministër i Shqipërisë. Merz shprehet se pret me padurim bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe takimin e parë me Edi Ramën në takimin e Komunitetit Politik Evropian në Tiranë ditën e nesërme. Një ditë më parë Rama mori urime nga të gjithë liderët evropian për fitoren e mandatit të 4. Ndërsa Partia Socialiste kryeson bindshëm me 83 mandate, ende nuk ka përfunduar numërimi i votës preferenciale. Gara mbetet e fortë në Tiranë me PD që synon t'i marrë një mandat Partisë Mundësia, ndërsa në Lezhë opozita kërkon të ruajë mandatin e 4 me votat e diasporës. Në ditën e 4 të numërimit votave, Partia Socialiste vazhdon të udhëheqë me 803.000 vota dhe 83 mandate. Forca e dytë politike është Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore me 517.000 vota që ka fituar 50 deputet. Ende vazhdon numërimi i votave të diasporës, e mbetet për të parë nëse PD do t'ia dalë apo jo, t'i marrë një mandat Agronshejajt në Tiranë. Në Lezhë pritet shihet nëse vota e diasporës do t'i shërbejë Partisë Demokratike për të mbrojtur mandatin e 4 apo ato do ta marrë Partia Socialiste. E në Fier do të shihet nëse Adriatik Lapaj do të arrijë apo jo t'i marrë mandatin e 12 Partisë Socialiste. Ndërkaq vazhdon numërimi i votave për kandidatët në shumicën e vendit. Në 2 qarqe Partia Socialiste nuk merr asnjë deputet për te listës së mbyllur, ndaj nuk ka garë në Kukës së Shkodër. Në 10 qarqet e tjera nga lista e hapur do të hyjnë 37 kandidatë Partisë Socialiste. Deputetët më të votuar deri më tani janë Sara Milen Elbasan e Arkend Balla në Durrës me më shumë se 18.000 vota. Blendi Gonxhe në Tiranë me më shumë se 17.000 vota e Ceno Klosi në Fier me më shumë se 16.000 vota. Në kampin tjetër, Partia Demokratike në 3 qarqe ka marrë po aq deputet sa ka lista e mbyllur. Në 3 qarqe ka marrë më pak se lista e mbyllur e vetëm në gjysmën e vendit ka garë mes kandidatëve në listën e hapur. Në Tiranë për një vend në parlament po garojnë 2 prej figurave më të forta të Partisë Demokratike. Jorita Tabaku, e cila është e para aktualisht me 13.747 vota dhe Ilir Ali Mehmeti me 12.599 vota. Të dy politikanët janë kandidatët më të votuar të Partisë Demokratike në Shqipëri. Ndërkaq nga lista e hapur e PD-s në parlament do të hyjnë Shkëlqim Shehu në Kukës, Bart Spajan Shkodër, në Lezhë Gjingjoni e Kastriot Piroli, në Durrës Arjan Doja e në Korçë Fidel Kreka. Një incident është shënuar në ambientet e qendrës së numërimit të votave në Kashar, ku është goditur me grusht kryetari i Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve. Sipas burimeve, një prej vëzhguesve të Orlando Rakipit ka goditur me grusht kryetarin e Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve. Ngjarja ka ndodhur në prani të komisionerëve dhe vëzhguesve, duke shkaktuar tension dhe ndërprerjen e menjëhershme të procesit të numërimit të votave. Prokuroria e posaçme i ka sekuestruar celularin kryebashkiakut të Vaut të Dejës. Kristian Shkreli dyshohet të jeti përfshirë në skemën e blerjes së votave për llogaritë të partisë së Tom Doshit. Vetë kryebashkiaku ka thënë se është i hapur për çdo hetim. Një ditë pas aksionit të SPAK në Shkodër, agjentët e hetimit i kanë sekuestruar celularin kryetarit bashkisë së Vaut të Dejës, Kristian Shkreli. Përmes burimesh Vizion Plus mëson se ajo është vënë nën hetim për korrupsion në zgjedhje në favor të Partisë Social-Demokrate të Tom Doshit. Për këto zëra, Shkreli reagoi duke thënë se është i gatshëm të bashkëpunojë me autoritetet për çdo hetim të mundshëm. Unë jam në krye të detyrës, unë jam i gatshëm për bashkëpunim me të gjitha instancat shtetërore dhe ato të bëjnë punën e vet, ne po bëjmë punën që na ka votu populli dhe kryjmë detyrat që na janë dhënë dhe na janë besuar nga populli. Jo vetëm SPAK, por edhe prokuroritë e rrethëve kanë qenë aktive gjatë parlamentareve të 11 majit. Të mërkurën prokuroria e përgjithshme njoftoi se ka regjistruar 87 kallëzime për krime elektorale. Për këtë çështje janë angazhuar disa institucione për të parandaluar veprat penale të lidhura me zgjedhjet. Në të 12 qarqet u vendosën prokurorë të posaçëm, agent të Byros Kombëtare të Hetimit dhe forca policore. Kokat e krimit e dërguar për gjykim si pjesë e sa është quajturës dosja e plumbit të artë. Pas dëshmisë së Nuredin Dumanit, SPAK ka mbyllur hetimet për krerët e bandave që kanë vepruar në Elbasan dhe qytetet të tjera të vendit. SPAK dërgon për gjykim dosjen plumbi i artë. Të pandehur janë marrë 11 persona me rekorde të shumta kriminale. Mes tyre përfshihet Suel Çela që ka tentuar sipas prokurorisë të vrasë 2 persona, Lulzim Mashën e Elton Kilën.
Taloçela u shpall në kërkim nga kjo dosje pas dekodimit të aplikacionit Sky SC për vrasjen me paramendim të Fatmira Dedajt më 14 shtator 2013 në Durrës dhe për një tjetër ekzekutim që mbeti në tentativë. Një tjetër personazh i krimit është i ashtu quajtur i mbreti i lojrave të Fatit Ervis Martinaj, fati i cilit nuk dihet që pas zhdukjes së 3 viteve më parë. Ai është vënë në akuzë për veprën penale të sigurimit të kushteve për të vrarë Indrit Doklen në 2022-shin, i shkreun e një fraksioni të bandës së Durrësit. Florenc Çapja, që u ekstradua në fillim të këtij maji, dyshohet se ka tentuar të asgjësojë Sokol Sanxhaktarin e Elbasan dhe ëndrin e ish-kryebashkiakut të Elbasanit Qazim Sejdini. Të 11 të pandehurit kanë bashkëpunuar si grup i strukturuar kriminal me role dhe detyra të ndara në kryerjen e krimeve për të cilat ata dyshohen. 3 aksidente me pasojë vdekje ndodhen këtë të njëjtë në mesditë në Unazën Lindore. 26 vjeçari Lorenz Kaçi humbi kontrollin e motomjetit që drejtonte duke u përplasur me bordurën anësore. Për pasojë riu humbi jetën në vend ngjarje. Në të njëjtin orë pranë fshatit Borsh, një automjet në të cilin udhëtonin 3 persona doli nga rruga duke përfunduar në një kanal anësor. Nga përplasja e fortë humbi jetën një punonjës policie, ndërsa 2 personat e tjerë ndodhen në gjendje të rëndë në spital. Më herët gjatë ditës një tjetër aksident u shënua në aksin Plepa-Kavaj. Një këmbësore rreth moshës 50 vjeçe tentoi të kalonte trafik ndarsen për u përplas nga një makinë duke humbur jetën. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.